Përshëndetje miq, jemi te emisioni Ura, emisioni i bashkëdhetarëve dhe sot kam një ditë veçantë sepse studion e kam të mbushur plot me miq, me krijues, vinë nga Kanadaja, vinë nga Italia, nga Shqipëria, të gjithë vinë me krijimtari, por vinë me atë dashurinë e madhe. Pra, e ftuara e parë është Armenida Qyqja, autore nga Kanadaja, vjen pas disa librash në studion e emisionit Ura, jo për të prezantuar librat, por për të komunikuar me bashkëdhetarët dhe për të prezantuar. Por pas Armenidës kam dy personalitete, është Arben Kondi, i shtëpisë botuese Çamoria, vjen me çamorin, me dhimbjen, me atë problem të harresës. Ai thotë, në qoftë se harrohet Çamoria, është vrasja e dytë e çamve. Po kështu kam në panelin e tretë dy vajza të rritura, të cilat janë në fundjavë për zonjat ndryshe në Shqipëri, në veprimtari, që do kemi edhe një vëmendje ndaj grave, ose atyre që dalin në pension, por kanë një vëmendje edhe ndaj dheut. Do kthehemi tek ajo pjesë e bukur e krijimtarisë në mërgim, pjesa që rri larg ose hesht një moment, është poeti, është autori, është shkrimtari, i cili idetë e veta i kthen në vargje, i kthen në rreshta, por nuk largohet nga dheu. Dhe kjo është Armenida Qyqja, një autore që mbart me vete atë dheun. Përshëndetje Armenida dhe faleminderit që jeni në emisionin Ura. Përshëndetje Artur, kënaqësi e veçantë që jam në këtë emision, me një emër kaq kuptim plot Ura. Dhe aq më tepër që ndjem kaq mirë që kam dhe zëra të tjerë që i bashkohen zërit tim, si nderuar Arben Kondi. Arbeni edhe të tjerë. Armenid. Jemi në një çështje, në një kaos të tërë, pavarësisht në shumëllojshmërinë e shkrimeve dhe titujve që përçojnë. Armenid, ju bën vite që jetoni në Kanada. 30 vite. 30 vite. 30 vite jam pak. Për një komb, për një individ janë shumë, por bart me vete kur largohesh disa cilësi, disa thënie dhe kundërthënie të vendit nga ka ardhur, njëkohësisht edhe bart me vete dhe emocionet. Më thuaj pak, si emigrante i mbart apo si artiste, si shkrimtare? Është e vështirë të ndash njeriu në disa pjesë, të ndash veç shkrimtarin dhe njeriu në thjesht, njeriu në zakonshëm. Dhe kjo është lufta jone e përditshme, është lufta e përditshme e një intelektuali që e di shumë mirë që duhet të jetojë në emigracion, që të mbijetoj, që të jetë njeri suksesshëm, që të jetë njeri dobishëm për veten e tij dhe për familjen rreth parë. Se nëse unë nuk jam e zonja të kujdesem për veten time, nuk jam e zonja të kujdesem për fëmija, apo për prindër që kam, do me thënë, të kujdesem nga ana financiare, monetare, për ta. Kjo është pjesë e jetës e emigracionit. Është pjesë e jetës e emigracionit, po, këto janë detyra, do me thënë, ne kemi lindur me detyra. Brezi im ka lindur me detyra. Sigurisht. Dhe nuk na mbaron detyrat, se nuk kemi detyrat të fëmijët tanë, por ne kemi detyrat edhe tek prindrit tanë. Do me thënë, ne kemi lindur me dy palë detyra. Me shumë detyra. Po. Megjithatë, ke shkruar diku që kam marrë me vete nga dheu edhe frymën, edhe jetoj me të. Ta jetosh këtë adhe në mënyrë të brendshme, ma thuaj pak, si e ndat me vete? Po patjetër, se unë kam ikur 17 vjeç, unë nuk ika 5 vjeç. 17 vjeç? Do me thënë, unë ika një njeri i formuar. Personaliteti ishte i formuar, i qëndrueshëm, por dhe pasionet në jetë, dhe çfarë unë kisha qasjen. Unë nuk shkruajta për herë të parë në moshën që botova faktikisht librin e parë, se njerëzit u mendojnë që libri i parë i Armenidës ka dalë në vitin 2018, atëherë ajo hodhi hapat e parë. Mësoj të shkruaj. Do të thënë, ajo ishte thjesht që unë isha distancuar nga shkrimi për shkak të këtyre arsyeve tjera që unë duhet bëja njeriu pragmatist. Kisha probleme tjera më të mëdha se sa dalim pastaj tek ajo lufta që thua ti ajde më ndaj tani Armenidën shkrimtare me Armenidën si person, si njeri.
Se si person, si njëri ti ke detyra. Ju e keni ndarë Armenidën në shkrimtare dhe Armenidën emigrante. Por kur shkruan, pastaj, unë jam vetvetja e plot. Ajo që u shkruan, ajo që u flet, është Armenida e plot. Kurse personi që ikën që punon çdo ditë si ndihmës dentiste, është thjesht Armenida që punon, Armenida e zakonshme që vesh një uniformen edhe ikën punë. Unë nuk mund të flas aty për poezinë dhe as mendoj për poezinë apo tregime. Sigurisht. Në këto 10 vite, ose më shumë se ju keni shkruar prekosh, keni rreth 11 libra? Qofse quajmë dhe botimet në anglisht, po, kurse unë i referohem 10 libra të botuar në gjuhën shqipe, sepse ajo është baza ime. Qartë, në gjuhën shqipe. Duke marrë si numër dhe duke marrë si intensitet krimtarie, jemi tek njeri që ndahet në një moment caktuar nga migracioni, puna dhe obligimet dhe i përkushtohet asaj që do t'i dhuroj dhe atë dheut, sepse këto janë pasuri për atë dheun, apo jo? Po. Dhe libër në anglisht. Pavarësisht se është i botuar për lexuesin internacional. Tani do të kalojmë edhe tek lexuesi internacional. Ajo që më duhet mua është si arrin teknikisht të përqendrohesh për të shkruar tregimin dhe poezinë. Okej, tregimi është puna e një fëmije për shembull që do 9 muaj të lindi. Unë mund ta kem një ide se dëgjoj një ngjarje dhe them që kjo ngjarje më ngacmon dhe vlen të dokumentohet. Domethënë, unë nuk e kam thjesht krijim artistik atë. Unë mundohem që ta ngre në art, por është një shqetësim social që unë mundohem që ta ngre në art. Domethënë, edhe në poezi. Unë i kushtoj një... Me qenë se jemi te tregimi. Po, dhe jemi tek tregimi. Unë nuk kam tregime thjesht thriller, apo thjesht kjo u martua me këta e ju mda me atë. Unë e kam dashurin gjithkund, por kam një pikturë më të madhe, më të rëndësishme. Dashuria është që mban lidhur gjërat. Është ngjitësja. Me gjithatë, subjektet tuaja në tregime janë tepër të zakonshme. Janë aq të zakonshme sa që në jetën e përditshme nuk të bie në sy. Më thuaj pak, të shkruash, thua diku, është mënyra më e thellë për të njohur jetën. Këto i qëmton edhe i ndan vete këto ngjarje vetëm se do t'i kthesh në art, t'i kthesh në pjesë, apo janë ngjarje që t'janë ngulitur thellë në emocione dhe në shpirtin tënd? Siç thash, kur ndodh diçka apo bisedoj me njerëz dhe marr pjesë nga jetët e tyre, ndodh ajo që unë mendoj që kjo histori vlen të shkruhet, sepse sjell diçka tek lexuesi. Për shembull, nëse i referohemi shkrimeve që shkojnë mbrapsht në diktaturë, është drama njerëzore. Janë mikrongjarje, po në fund fare çfarë është njeriu? Unë duhet të jem një hero, unë duhet të jem një Skënderbej që të kem rëndësi. Çfarë ka rëndësi për lexuesin? Për lexuesin ka bota emocionale, psikologjia. Çfarë unë sjell, si e trajtoj? Nuk është e rëndësishme që unë të marr njëri shumë famshëm apo një ngjarje super... Po, kjo cilësi unë e mbrej edhe e shikoj edhe te kritika që është bërë, që në letërsinë tuaj, në shkrimet tuaj, në krimtarinë tuaj, nuk ka heronj. Janë njerëz të zakonshëm, të ngjarjeve të zakonshme, ose poezitë e emocioneve të qeta, të lehta, dhe shkojnë tek njerëzit me mesazhe. Lexuam kjo lloj letërsie? Të kthem unë juve me një pyetje. Kush është heroi juaj në jetën tuaj? Babai. Eksakt. Atëherë unë pse do marr të flas për një figurë më larg se sa babai? Për shembull, dikush ka nënën, ka vllajën, ka motrën. Sigurisht. Ti kur lexon atë tregimin, ti do që ta kesh afër me vetveten, ta prekësh atë ngjarjen, ta përjetosh. Jo të filozofoj unë për njerëz aq larg realitetit tënd. Ti do të gjesh veten aty si lexues, do të gjesh pjesë nga jeta jote, nga historia jote. Flasim për letërsi shqiptare.
atëherë unë do shkruaj për Kinën apo do shkruaj për Shqipërinë? Qartë. Je më direkte. Megjithatë, një nga cilësitë e tregimeve tuaja është shmangja nga retrospektiva. I shmangni retrospektivën për ta bërë pjesë të ngjarjes dhe tregimi ka intensitet dhe ka një linjë lineare për të një linjë rrëfimtare të thjeshtë dhe lineare. Është pjesë e ritmit tuaj, është pjesë e kompozimit, apo është Armenida e qetë, ashtu do të tregoj bindshëm atë që kanë tërmend ta thotë. Unë shpeshherë përdor retrospektivën. Shpeshherë personi kthehet mbrapsht në kohë një ngjarje. Por i kthehet si një emocion, si diçka që e ngacmon atë. Për shembull, dikush ka një fjalë, një frazë, diçka. Një person, për shembull, që sot vuan ta zëm me Alzheimer, kalojnë sirenat e ambulancave, makinave, po qofse është për shembull një person që ka përjetuar një traumë si ta zëm lufta në Kosovë, për shembull, ato do të thënë, ai person ka humbur s'njeh djalin dhe s'njeh vajzën, po në momentin që dëgjon ato sirenat, i kujtohet zbastisja, që duhet largoheshin, që duhet të linin vendin. Do të thënë, në këtë sens unë e përdor retrospektivën. Është një armë ime, është një mjet i imi, po unë nuk qëndroj aty. Unë ndërthur tani me realitetin sepse ne jemi këtu, personi ka ardhur këtu. Dhe mua më duhet të çfarë ndjen ky person tani. Dhe prandaj krijohet ajo përshtypje sikur unë jam lineare, sepse unë merrem shumë me emocionet e personit, se si ai ndjehet, të zbërthej psikologjinë e tij. E shfrytëzoj ngjarjen, çfarë ka ndodhur, por për të shpjeguar shkak pasojën. Ajo që të bën përshtypje në këto momente është gjithmonë tregimtaria juaj ka temat të varfërisë, ka emigracionin, ka vetmin, ka ankthin edhe element tjerë. Pirgjet e hirta. Sasia e tregimeve këtu të bën përshtypje në intensitet në ngjarjeve, të bën përshtypje në ritmin që ka, dhe një dy tregime që kishin dhe muzikalitet. Më thuaj, këto element i ke të brendshëm, apo i ke kompozim në krijimtarinë tuaj? I ke me tendencë? Me tendencë është përzgjedhja e ngjarjeve. Pastaj se si më zhvillohet tregimi, ose përdorja e elementeve, është diçka që vjen rrugës. Unë nuk është se nisem me një formulë të caktuar ku shkruaj. Thjesht mundohem që ngjarjet të jetë sa më e përjetueshme. Po, këtë përvoja personale ngjarjet? Sa më reale. Tani varet se çfarë quajmë personale, se nëse ti je me njerëz të ngushtë në rrethin familjar dhe i ka ndodhur diçka, ti e merr atë dhe e bën personale, sepse ai person është i dashur për ty. Ka vlerë për ty. Nuk e tregime në vetë parë, unë. Jo, i shmang. Shmang unin, kur shoqi mungon uni, atëre që kërkesa e subjekteve është në rrethin, të rreth në parë, dytë apo tretë. Më thuaj pak vëmendja ndaj ngjarjeve, cila është që e bën Armenidën, është ngjarje që mund ta shtjelloj, apo ngjarje që do ketë efekte publiku? S'pari njerë kur bëhet fjalë për ngjarje historike, ta zëm 97 e të mërshme, që është e portretizuar që në kopertin. Jeta njerëzore që nuk vlen asgjë më, një Björgi Hirt. Unë mundohem t'i bëj drejtësi njerëzve dhe kohës. Nisem me atë mision. Të japësh, megjithatë unë duke parë këtë Pirgjet Hirta dhe duke parë një kolon të madhe, një sahat, i cili rreh për të gjithë. Sahati i Vlorës, për që mund t'ishte edhe sahati i Tiranës. Po ky është sahati i Vlorës dhe pikërisht ai rreh për të gjithë njësoj, për gjithë Shqipërinë, që nga Vermoshi deri në Konispol. Më thuaj pak, ja vlente këto ngjarje të ishin pjesë e letërsisë? Jashmase. Unë mendoj që shkrimtari e ka për detyrë të pasqyrojë kohën
në të cilën jeton, dramën njerëzore, dhe përveç se ta pasqyroj të përçoj dhe mesazhe, ta bëj njeriu që të reflektoj se si të ndryshoj, jo thjesht të tregoj, ndodhi kjo, iku ky, bëri këtë. Me çfarë mesazhi e lëm lexuesin? A e bëjmë lexuesin që të reflektoj dhe të kërkoj një më të mirë për veten e tij, të përmirësoj veten, sepse duke përmirësuar veten do përmirësojmë shoqërinë. Unë nuk mund të jem më e mirë për shoqërinë kur jam e mirë si individ vetë, kur jam e mirë brenda shtëpisë time, brenda 4 mureve të mi, nuk mund të jem njëri më i mirë. Të ka bërë emigracioni pak më pragmatiste? Besoj që po, më ka bërë pragmatiste, po më ka bërë dhe shumë realiste. Po kjo është pragmatizmi. Po, për në sensin që kam pritshmëri. Kam një reagim. Për shembull, shikoj ndryshimet këtu në vend dhe ka njerëz për shembull që thonë, jo, Shqipëria ka ecur shumë mirë si ka qenë 2010-ën dhe ndërsa unë i shikoj si puna e një mjeku që thotë, ok, kemi rregulluar tensionin, por nuk kemi mirë diabetin. Do me thonë, unë jam realiste në gjërat që pres, sepse kam 30 vjet që jetoj në botën e jashtme. Dhe i mas gjërat me metrin që faktikisht a duam timi si gjithë bota, që mos emigrojmë më, që të kthehemi këtu. Çfarë gjërash duhet të ndryshojmë pra që ky atë det bëhet përsëri atë im dhe unë të ri këtu dhe mos ikim më. Ose të shkoj në Kanada si vizitore, mos të shkoj më për të banuar dhe për punuar atje. Çfarë gjërash duhet të ndryshojmë këtu? Çfarë duhet? Po duhet të ndryshojnë shumë gjëra, domethënë nuk flasim vetëm për infrastrukturë dhe këto gjërat elementare që t'jenë rrugët dhe rrugulluara. Po është mentaliteti njerëzor, është mendësia që duhet ndryshuar thellë, sepse ne kemi akoma në qytete si Vlora apo Pjeri që janë akoma shumë radikal. Kemi gra që nuk shkojnë dot në punë se nuk i lejon. Unë jam përdit me njerëz. Emancipimi është më i madh në Tiranë. Po ti është më i madh se në Kanada në Tiranë. Emancipimi grave dimensione që ato kanë të drejtat dhe janë të pafundme. Janë të pafundme edhe të pa administruara mirë biles prej tyre, sepse është bërë një shoqëri liberale aq e madhe, saqë kam përshtypjen që duhet vlerësuar. Kthemi pak. Vlerësoj gjërat pozitive dhe shikoj edhe çfarë gjërash duhet. Nuk desha të kundërshtoj, mos ma merrem për të. Po për shembull gjakmarrja ekziston akoma? Gjakmarrja? Po. Apo vriten njerëzit në parkim kot për një fjalë goje, pse mpepsen tash. Jo, po dhe vazhdojnë se sistemi ignorant, gjithë botën. Sistemi ignorant gjithë botën, po. Po kemi djalin 20 vjeçar që u vra se u kthye dhe u vra për hesapet të babait kur doli në balkon. Kupton, kështu që ka akoma shumë punë për të bërë, për ta bërë njeriu më zemërgjër, më tolerant. Të kthehemi pak te dashuria. Patjetër. Më duhet gjithmonë të jap vlerë asaj, sepse gjëja që është shumë e rëndësishme për shkrimtarët është të japin dashuri, të mësojnë brezat. Je brenda poezive dhe brenda tregimeve, dashuria ekziston, por është ajo dashuri arkaike. Ajo dashuri që ndoshta ka ekzistuar dikur, brezi i tanishëm ka diçka tjetër, ka një gjuhë tjetër dashurie, të cilën nuk e shoh te poezitë moderne, vërtet janë poezi moderne tuaja, por nuk e shoh të brezin e tanishëm, nuk e di brezin e dytë në emigracion. Unë ditë them këtë që kur kam bërë promovimin tim të parë në Korçë, ka qenë në Universitetin Fanoli. Fanoli, po. Dhe përveç profesorëve të pranishëm, ishin dhe studentët, se prandaj bëhet në universitet që t'jenë studentët pjesëmarrës. Kur kam parë vajzat lutojnë ndërkohë që lexoheshin poezitë e mia, kuptova që ja kisha dalë në atë sensin që dashuria si e përjetoj në moshën që unë jam, apo me vlerat që unë kam marrë si person. Se kështu jam burmosur unë, prezim, se këtu duhet dashuria arkaike, personi arkaik.
Do me thënë unë ditë kam t'i flasë dhe këtyre 20 vjeçarve që unë kisha aty. Se ndryshe nuk do të kisha ato reagime. Dhe reagime t'i marrë edhe në rrjetet sociale. Nuk kam vetëm moshës time apo më thyre që më ndjekin në rrjetet sociale, kam dhe vajzat të reja, djemë të ri që më ndjekin. Dhe ajo është një matës. Dhe atëhere më bën të besoj që sa do që ne na duket sikur po largohemi nga disa vlera, sikur një qenia njerëzore po këtohet. Realiteti sot dhe letërsia. Është një përzierje, është një përzierje. Është një përzierje. Nuk ka standarde dhe nuk ka gjëra të prera me fikë. Kemi variacion. Po, cila është një sfide e madhe për një autor në mërgim kur vjen puna për të rrëfyer jetën e një shoqërie që ajo vazhdon e ndryshon. Pra, shoqëria e vendit tënd. Ka një lloj sfide autori? Vetëm do të tregojë, të krijojë apo të ndikojë? Do të ndikojë. Nuk do vetëm të tregojë. Misioni i shkrimtarit është që të sjellë ndryshim në shoqëri. Dhe atëherë duhet të jetë koherent me çfarë po ndodh këtu. Nuk mund të jetoj unë atje dhe mos shikoj lajmet, dhe mos të jem kontakt të përjetoj ngjarjet. Duhet të jem koherente, të ndjek si vajtën zgjedhjet apo çfarë ndodhi. Se unë për ato gjëra do shkruaj, nuk do shkruaj vetëm për gjërat që kam lënë para 30 vjetësh. Do shkruaj për Shqipërinë sot. Unë do i lutesha regjisë nëse ka pak muzikë, sepse do i lutesha Armenidës, me që se ka bërë studentët të lotojnë, unë nuk do lotoj, të shë bindur, por do gëzoja shumë të merja emocionet e poezive tuaja. Dhe dua të ndaj një episod, para se të filloj të jem pak më drastik në pyetjet që dua të bëj. Poezia, hapësira, ndjenja, formimi, të gjitha këto vinë mbas një formimi të plot të poetit. Në moment që ndahesh nga proza, kthehesh në poezi, je tjetër njeri? Nuk jam tjetër njeri. Nuk jam njeri. Jam thjesht unë, e paketuar me gjitha këto amballazhet. Qartë. Atëre, do i lutash një pak muzikë dhe kthehemi tek poezia që ka përzgjedhur për të na lexuar. Ermenida. Hajde Ermenida. Që të vi pranvera. Ja jemi. Po? Që të vi pranvera. Aty jam. Fshehur në petalet e lulave të vogla, që dhe me zgurve çelin. Motivu jap, kryet lart të ngren, gjërsa sytë e tu të ndeshin. Duhet. Sepse pranvera s'mund vi pa lule, e as pa këngën e zogjve. S'di. A e din këta ata, që s'lën as barin të mbi? I shkatruan, shkretuan, të gjitha. I kam braktisur lëndinat e mia, tokën e premtuar. Dhe aty jam, mes barit e egër, gurve, sepse e di, që pas sytë tu, s'mund të ketë pranverë për mua, askund. Në shpirti kam rrëpirat e malit, ngjarjet dhe zbritit pa fund. Si ziti im, dhe në gjumë, unë prap të dua, edhe më shumë. Të dua më shumë se dje, pa tjerë. Nesër edhe më tepër do të dua. Por ti, mos mungo kaq shumë i dashur, zbrit nga ret, nga ëndrat prit më mua atje. Pak forcë të kem, më shumë frym. Dhe pranë ty do të fal gjithë jetën. Rrëpirës, prap e prap, ti ngjitëm unë, me buzët e diellit. Ti pusë sytë. Faleminderit. Si fizi, shpirti tim. Poezia ka fuqi. Është e shkurtër, është e beft dhe vjen në subjekt direkt. Por, është jetë shkurtër apo jetë gjatë poezia? Tregimi mbetet
Dhe poezia konsumohet? Poezi si kthehemi përsëri. I kthehemi. Besoj se si unë jam shumë njerëz që mbaj një libër poezie të komedina pranë krevatit. Dhe kërkojmë pak qetësi, pak përmbushje, pak karikim ndjenjesh. Dhe zgjedhim, lexojmë 4-5 poezi. Nuk i lexojmë vetëm një herë, i lexojmë disa herë. Poezia është diçka që ti nuk është e lexon prima vista një herë dhe mbaroj dhe kalon tek tjetra, ndërkohë që ti lexon tregimin dhe shkon tek faqja tjetër, se do të dish se si do zhvillohet ngjarja, si do mbarojë, si do ta ndaj mendjen shkrimtari. Çfarë rrugë do t'i japë? Tregjia, sepse është ke kthyer në profil. Megjithatë, ajo që duhet të pyes unë në këtë moment është për lexuesin, gjithmonë drejtojmë një pyetje tek autorët. Përse duhet lexoj Armenida Qyqen një lexues? Që të gjej vetveten. Lexuesi të gjej veten? Të gjej vetveten. Po të njohë Armenidën. Jo, do të gjej vetveten. Ati nuk e intereson fare kush është Armenida dhe çfarë mendon Armenida dhe çfarë bën Armenida. Ai kërkon të përmbushi veten e tij në atë që lexon. Është si të shkosh para pasqyrës, kur shkon para pasqyrës do të më shikosh mua apo do të shikosh veten? Qartë. Ajo që duhet pyes, se minutat ikin dhe vim tek cili është lexuesi, lloji i lexuesit. Pash që libri i fundit është libër në anglisht. Ka pas sukses dhe ai lexues i Kanadas dhe lexuesi i Europës ose lexuesi huaj ndryshon nga lexuesi shqiptar? Ndryshon vetëm në aspektin që çfarë gjërash do t'i zgjedh unë me pikatore për ta ushqyer atë. Sepse për shembull unë nuk mund ta bëj atë të lexoj dhe të kuptoj dhe të ndjej një poezi për Ozafën për shembull. Sepse ai nuk i di ato elementet tonë mitologjik dhe do t'i visi një gjë e thatë. Qartë. Por nëse unë trajtoj temën e dashurisë apo trajtoj këtë prag lufte, të luftës së tretë botërore, apo ngjarjet globale, ngjarjet kozmopolitane, atëherë unë i kam folur atij, se unë nuk mund t'i flas atij vetëm për Shqipërinë, ndërkohë që ai nuk është shqiptar. Krimtaria është e përbotshme, nuk ka dhe subjektet merren nga një dhe, por lexuesi do lëmuar që të bëhet i dashur me ty. Kur është puna në prozë, unë kam tërë të drejtat e botës të paraqes shkrime nga Shqipëria dhe të besoj që ai do më lexoj me interes. Sepse është ngjarja, është në Shqipëri dhe do thuash ti, po që intereson atij që është ngjarja në Shqipëri? Është personi. Qartë. Ai lexon për jetën njerëzore aty brenda, ai lexon për atë dramën dhe ndërkohë mëson dhe diçka për një realitet tjetër ndryshe që ai nuk e njeh. Dhe e quan pasurim kulturor, plus pasurimit shpirtëror. Ai të kthehem tek libri me poezi, që thash, unë kam përzgjedhur se duhet të jem një shkrimtare kozmopolitane kur vjen puna tek poezia. Sigurisht është ndryshe. Se janë 12 vargje, 16 vargje që unë do t'i jap tërë esencën lexuesit. Dhe thata ka pasur sukses. Tani libri sapo ka dalë nga shtypi me datë 16 maj. Në fakt ky libër është anglisht dhe ka një lexues të përcaktuar. Nuk është joni. Është megjithatë ka një element që duhet si thon, duhet shfaqur. Ne zakonisht i ushqejmë për të njohur Shqipërinë. A është dot një krijues, një shkrimtar ambasadori i vendit vet atje? Tani unë atë libër kam poezi për Kosovën për shembull. Qartë. Kam poezi që pasqyrojnë realitetin shqiptar, por që ai mund ta gjej veten dhe mund ta përkthejë në ndjesinë e tij. Kam sjell element shqiptar pikërisht. Dhe që në kopertinë që unë kam Athinën që del nga koka e Zuese është një mit. Që aty unë e marr lexuesin tek vetja dhe e sjell. Qartë. E përqendroj këtu. Kam bërë një video trailer dhe video traileri hapet me mbretreshën Teuta. Po, e kam parë dhe nuk u mora në fakt me anën vizive të poezive, sepse do kemi herë tjetër një mundësi. Amfiteatrin e Dodonës. Sigurisht, do kemi. Do me thënë, sepse unë e kam bërë qëllim në vetvete që personi që do e lexoj librin, lexuesi i gjerë,
që mund të jetë Amerikan, mund të jetë Kanadez, mund të jenë emigran nga gjithë bota, se atje ne jemi përzirë tër bota, të marrë diçka esenciale dhe për Shqipërinë, dhe të filloj dhe të bëhet pa kurioz, lexoj librin dhe i përqeu, edhe të filloj të thotë qa është ky vend i Shqipëria dhe çfarë ka dashur të tregoj kjo që në Kopertina, çfarë ka dashur jo të tregoj që në trailer. Kush është kjo mbretëresha e Uta? Pra, ka një arsye për ta parë. Amfiteatër? Ka një arsye për ta ndjekur dhe për ta parë. Të më humultoj pak, të kërkoj pak rreth letërsisë shqiptare, rreth historisë shqiptare. Komunikon me lexuesin tënd? Po. Të bën vretje ai? Bëjmë dhe vretje. Ka ndikuar te ty? Shpesh herë i marr dhe mendoj, qet. Nëse dikush kishte një vretje, them, okay, do ta analizoj përsëri, çfarë mund kisha bërë më mirë. Personi mund mos të ketë të drejtë fare për atë që thot, por më ka detyruar mua ta rishikoj. Ta shikoj, ai ka të drejtë. Më ka detyruar mua të, edhe nëse nuk korrigjoj atë gjë ashtu siç kërkon ai apo siç mendon ai, më ka dhënë një arsye që unë ta vëzhgoj përsëri, ta kaloj përsëri në atë lentën zmadhuese dhe ta përmirësoj. Pavarësisht se nuk përmirësoj atë gjë të cilën ngulmon ai, unë përmirësoj diçka tjetër. Se kur i kthehem përsëri, gjej vende për tu përmirësuar. Armenit, të falenderoj që ishim në emisionin Ura. Kënaqësi. Shumë faleminderit që më bë të pranishëm. Unë do t'i lutesh regjist të bëj gati në spot publicitar që për të ardhur tek i ftuari tjetër, por ndjeva që zotron territorin tënd, ndjenjet teknikën për qenë autore e lexueshme dhe të kesh prodhim. Të falenderoj shumë dhe uroj gjithmonë suksese dhe të kesh treg për librat tuaj. Faleminderit Artur, kënaqësi që isha këtu. Falenderoj. Spoti publicitar pastaj do kthehemi te Arben Kondi dhe tek Amaneti që kanë çamët për çamërinë e tyre. Spoti.